Kanë nisur këtë të premte provimet kombëtare të arsimit bazë. Rreth 29.000 nxënës të klasave të nënta janë testuar sot në Lëndën e Gjuhës Shqipe. Një testim ky që nisi në orën 10 për të përfunduar në orën 12:30, një lloj si matura shtetërore. Niveli testimit sipas nxënësve ishte ai që prisnin, ndërsa e vlerësuan provimin si mesatar. Pas përfundimit të testimit, ata u shprehën optimist, duke thënë se presin rezultate të mira. Mesatar nuk ishte kështu i vështirë, kuptohet. Jo shumë i vështirë, jo shumë i thjeshtë, por me përgatitje çdo gjë arrihet. Jam shumë emocionuar se si do dalë, por pres që kam për të dalë shumë mirë, sepse po bëj përpjekje, domethënë për ditë, duke mësuar që të arrij maksimumin tim. Nuk ishte ndonjë vështirësi të madhe, nuk ishte ndonjë lehtësi, domethënë fiksit që kemi përsëritur ashtu ishte. Besoj edhe që dy provimet e tjera janë shumë thjeshta. Referuar procesit, nxënësit e cilësuan të rregullt dhe pa problematika. Ishte i saktë, ishte shumë i saktë, shumë të rregullt zyshat, përgjegjësit. Ajo klasa që isha unë nuk ishte asnjë moment që ka pasur ndonjë bisedim me zë të lartë ose që të ishte çdo person duke bërë pjesën e tyre. Nxënësit e klasave të nënta do të përballen edhe me 2 testime të tjera. Më 25 qershor do të zhvillohet provimi i matematikës, ndërsa më 30 qershor ai i gjuhës së huaj. Për nxënësit e pakicave kombëtare, provimi i gjuhës amtare do të zhvillohet më 22 qershor.